Faleminderit zoti kryetar, i nderuar zoti prokuror i përgjithshëm. Unë radh parë të falenderoj për raportimin. Nga pyetjet e mia më dolën disa përgjigje të cilat kanë shumë interes për publikun. E para, në një vend ku shpopullimi ka arrit nivele shumë të larta, është rrit kriminaliteti me 30 deri në 32%, që është shumë skandaloze dhe këtë do ta dinë shqiptarët. Pra, ose kemi rritje të efikasitetit të organeve ligjzbatuese, ose kemi rritje të krimit për shkak të kësaj politike qeverisëse që po udhëheq vendin. E dyta, falenderoj që ke majti qëndrim shumë korrekt me integritet lartë profesional për mënyrën e hartimit të kodit të ri penal. Pra, nga parimi i humanizmit, ne po shkojmë drejt karakterit retributiv, hakmarrës. Pra, psikologjia e dhunës për të kapë çdo sektor, çdo klasë, çdo segment shoqërisë me qëllim që mbretërimi të jetë i qetë për gjatë kësaj kalvare gjatë dhimbjesh që po kalon shteti shqiptar edhe popullsia shqiptare me këtë lloj sistemi qeverisë. Dhe treta, më vjen mirë që edhe qëndrimi juaj në lidhje me kushtet e punës të magjistratëve shkon në koherencë me realitetin, me nevojat e magjistratëve. E vetmja pjesë që nuk dakordsohem është fakti që ne prokurorët shqiptar nuk mund presin vitin 2030 derisa të plotësohen kushtet nga qeveria. Pra, nëse ne bëjmë një reformë, kjo reforma ka qëllim që shërbimit shkojë në favor qytetarëve. Nëse nuk i krijojmë kushte, institucione, solemnitet prokurorëve dhe gjyqtarëve, kjo e bën të pamundur ushtrimin e drejtave të tyre. E fundit fare edhe për kolegët, ju sot jeni vetëm një lajmtar pasqyrues i statistikave të dhënave të prokurive të rrethve. Pra, ju s'keni asnjë kompetencë, siç e tha pak më parë dhe kryetari i Partisë Demokratike, ju sot ne mund t'ju sugjerojmë vetëm krijimin e udhëzimeve, të cilat nuk kanë karakter detyrues, po vetëm thjesht orientim për prokurorët. Ky është baza ligjore, këto janë kompetencat që ju kemi dhënë. Të falenderoj edhe një herë, punë të parë. Faleminderit zoti Ndoja, fjala për zonjën